Taulan Toma, shqiptari 41 vjeçar, ekspert i arratisjeve ekstreme, i cili të dielën Agim u arratis nga burgu i operës, kishte humbur gjithashtu peshë për të kaluar nga vrima prej pak centimetrash, e krijuar duke sharruar hekurat. Me trup të imët, 1,65 cm i gjatë, i dënuari është dobësuar edhe më tej për të realizuar arratisjen e tij të katërt, një dobësim që nuk i ka funksionuar shokut të qelis, i cili në fund hoqi dorë. Prej 2 ditësh Toma, i njohur edhe me pseudonimin Admir Dedinca, është i shumë kërkuari numër 1 në Itali, mbikëqyrja shumë e lartë, rrezik arratisjeje, shi shënimin e dapit, shkruhet në skedën e tij përshkruese, ku theksohet edhe transferimi nga Sassari, pikërisht për arsye sigurie. Prefektura ka aktivizuar një koordinim për ta gjetur. Janë vendosur posbllogje pasi ekziston frika se mund të arratiset jashtë vendit, duke u mbështetur në rrjetin e tij të gjerë të kontakteve dhe duke u ribashkuar me grupe të tjera kriminale të mafias shqiptare. Sipas hetimeve, menjëherë pas arratisjes ai mund të ketë përfituar ndihmë nga jashtë. Kamerat e sigurisë kanë filmuar teksa largohet në këmbë, rreth orës 6:30 të mëngjesit. Disa orë më vonë, në një zonë pushimi të unazës rrugore, u gjet një furgon i braktisur. Është e mundur që aty të jetë takuar me një bashkëpunëtor. Është akti i fundit i një projekti të mirë përpunuar në zonat e punës për të dënuarit. Ai kishte siguruar sharr, lim, pinc, pjesë metali dhe disa çelësa anglez për të krijuar një hapje mes hekurave. Kishte grumbulluar çarçaf, të cilët i kishte rrotulluar për të zbritur nga kati i tretë në një lartësi mbi 15 metra. Për të kapërcyer murin rrethues prej 6 metrash, ishte përdorur bishta fshesash të lidhur me shirit ngjitës, duke shtuar në fund një grep që e kishte fiksuar në buzë të murit. Alarmi nuk ka rënë dhe kërkimet kanë nisur vetëm rreth orës 8 të mëngjesit, kur agjentët vunë re se shtrati i tij ishte bosh. Edhe data e arratisjes ishte zgjedhur me kujdes, një ditë feste, kur personeli është i reduktuar. E njëjta metodë me cilën u arratis në shkurt 2013 nga burgu i Parmës, sharr e vogël dhe tel diamanti, për të prerë hekurat. Javë të tëra vëzhgimi nga dritarja e qelisë për studiuar lëvizjet e rojeve dhe ndërrimin e turneve. Në vitin 2009, ishte arratisur tashmë nga burgu i Ternit gjatë një ndeshjeje futbolli. Në dhjetor 2013, për t'u larguar nga Lantini pranë Liezhit, kishte organizuar një operacion të strukturuar. Një Opel gri u parkua përpara hyrjes së rezervuar për furnitorët dhe kur një agent ju afrua për ta larguar, 3 burra ju odhën sipër duke e marrë peng. Brenda në obor, disa të dënuar shpërthyen një qelçi për të krijuar efekt shpërqendrimi. Të tjerë formuan një piramidë njerëzore që i lejoi Tomës të ngjitej dhe të kapërcente murin me një kërcim akrobatik. Shqiptari duhet vuajë gjithsej 24 vjet dënim për grabitje në vila, vjedhje, posedim droge dhe armësh. Nga opera nuk do të dilte para vitit 2048. Kjo është arratisja e tij e katërt. Felice Maniero, bosi i Mala del Prenta, i mbiquajtur Fytyrëngjëlli, i cili në vitet 90 kishte realizuar arratisje të bujshme nga burgu, tashmë është e kaluar. Ky është komenti i hidhur i Leo Beneducit, sekretari i përgjithshëm i OSAP-it, i cili denoncon mungesën e personelit, shpërndarje të papërshtatshme të kontingjenteve në opera, 30% më pak se sa nevojitet për një popullsi të burgosur 25% mbi kapacitetet e lejuara. Sipas Beneducit, sistemi nuk disponon më institucione të sigurta dhe të vendosura në ambiente të përshtatshme për lloje të veçanta të vuajtjes së dënimit. Toma ka arritur ta shndërrojë një burg të sigurisë së lartë në një trampolin drejt lirisë.